Maturantët po plotësojnë formularin A1 dhe A1Z, një hap i rëndësishëm për vijimin e studimeve të tyre në universitet. Drejtori i rrjetit akademik shqiptar, Arjan Xhelaj, thekson se maturantët duhet të jenë shumë të kujdesshëm në ndjekjen e kësaj procedure, pasi universitetet kanë kriteret dhe lëndët e tyre specifike, ndërsa sipas tij, pritet që shumica e maturantëve të përqendrohen në të njëjtat preferenca studimi. Theksin kryesor ka për temat provimet detyruar që nuk kanë alternativë, janë provimet me zgjedhje. Dhe vëmendja e maturantëve duhet të jetë e fokusuar tek degët që ata pretendojnë të studiojnë. Këto degë do të jenë pjesë edhe për zgjedhjes në formularin A1, në mënyrë që ai të ketë mundësi që këto të japë në maturën shtetërore dhe të ketë një notë mirë, e cila do të ndikojë edhe në renditjen e tij në pikëzimin që do bëjë universiteti gjatë procesit të aplikimit dhe të regjistrimit. Kërkesat më të mëdha janë kryesisht degët mjekësore dhe kërkesa për inxhinier ose për specialistë dhe profesionistë të fushave është rritur në tregun vendas. Informacionet për secilin universitet mund të aksesohen edhe në portalin U-Albania në mënyrë që maturantët të kenë një pasqyrë më të qartë mbi kriteret dhe kërkesat e institucioneve të arsimit të lartë. Për te ndihmës që japin dhe mësuesit, po edhe në vetë portalin U-Albania, i cili është aksesueshëm dhe ku universitetet gjatë muajit janar shkurt kanë bërë temi aktualizimin e gjitha kriteret hyrëse për çdo program studimi. Këshilla e vetme është që ata do të informohen për kriteret hyrëse në universitet. Xhelaj vë theksin gjithashtu në nevojën për këshillim karriere më të orientuar, sidomos drejt dekëve që për vitesh përballen me mungesë studentësh, me qëllim shmangjen e mbylljes të disa programeve të studimit.